Duhet të pyes, për gjithë ata që shohin kanë parë dramën, shfaqjen, por nuk e kanë lexuar romanin që ke shkruar, a është ky një inspirim apo një spunto e fortë për të kërkuar faqet e romanit edhe për të parë, për të lexuar dhe për të përthithur gjithçka e shkruar aty? Ose e ke marrë këtë perceptim nga dikush që sapo ka parë shfaqjen dhe se ka lexuar romanin? Jo vetëm një herë, disa herë, sepse ishin spektatorë që kishin ardhur sapo e kishin blerë librin dhe erdhën sigurisht të merrnin një dedikim, por unë e di që do ta lexojnë. Unë e uroj dhe e shpresoj që ata që nuk e kanë lexuar romanin të shkojnë ta marrin, ta lexojnë, pse jo për mua si shkrimtare, por për të njohur të gjithë gamën e historive që janë aty dhe që fatkeqësisht nuk mund t'i fusnim në dramë. Do të zbulojnë një personazh që më shumë i dashur, por që nuk kishte vendin, nuk arrinim ta zhvillonim brenda dramës, që është Bulza dhe historinë e saj të dashurisë me Teon. Teo është ky fanar ndriçues që hyn në institucion në mënyrë abuzive sepse ka falsifikuar dosjen mjekësore, por që arrin pastaj të japë një dinamik tjetër të gjithë institucionit dhe ka këtë histori dashurie. Do zbulojnë Bulzën, do të zbulojnë atmosferën e romanit dhe shumë ngjarje të tjera, sepse romani ti e di shpalos në imtësi ngjarje të 15 ditëve të fundit të regjimit. Të doja një ndjesi të sinqertë, siç bën gjithmonë në fakt, edhe teksa realizojmë së bashku biseda sa herë kemi në studio. Shfaqja u dha në Durrës, shfaqja u dha në Tiranë. Edhe pse Durrësi ishte impakti i parë, emocioni i parë, ai emocioni që ka brenda ndoshta edhe tensionin apo që gjithçka të shkojë perfekt siç dhe vetë. Ku more më tepër dashuri? Vëmendje apo përgëzime, ose nëse nuk e kam korrekt si pyetje, a mund të flasim për një barazi mes kryeqytetit dhe Durrësit? Çfarë publiku ka Durrësi, çfarë publiku ka kryeqyteti? Nëse mund t'ja u pyes kështu. Atëre, veçantia është thelbësore. Drama pati premierën e saj absolute në Durrës, por është edhe Vatra Foleja ku ndërtua. Drama ishte në shtëpinë e saj. Shumica, siç e the edhe ti, 2/3 e aktorëve janë të trupës së Durrësit. Bile edhe një herë falenderoj zonjën Sako për mbështetjen e saj, sepse Bashkia e Durrësit u bë vërtet një bazë dashamirëse dhe mbështetësia e parë e këtij projekti. Sigurisht ka një ndryshim. Ngrohtësia e publikut të Durrësit ishte shumë më ngazëlluese se pritja e publikut Tiranës, që është një publik besoj më intelektual, ndoshta më i qetë, ndërsa Durrësi i vuri zemrën dhe besoj edhe këtë ndjen megjithëse secili përgjigjet për veten, e ndjen dhe aktorët, e ndjeu dhe regjisorja. Jemi drejt fundit bisedës, unë kam qejf të ta bëj këtë pyetje, por sot ndërthurur ndryshe. Je mjeke shumë e zonja, të pëlqen shumë që të lakoj pjesën e të qenit shkrimtare, sepse bën me shumë dashuri, sikurse çdo gjë tjetër. Por me dëshirën e një njeriu që sa herë sheh një film shqiptar dhe ty si aktore, jo më larg se pak ditë më parë, ripash filmin në çdo stin. Të ka marrë malli të kesh një rol në film? Malli ka 40 vjet që më ka marrë. Megjithatë ndjej veten shumë mirë të krijoj për të tjerët. Sinqerisht. Ky raport i si? Nuk është një mall që më bren për brenda dhe duhet shuar patjetër. Jo, është një mall i bukur, është një mall frymëzues, më shtyn të shkruaj e të krijoj për të tjerët. Për mua je aktoreja e preferuar dhe këtë gjë nuk e kam dëgjuar pak. E kam dëgjuar në brezin tim shumë shpesh. Dhe këtë ja u them me sinqeritet. Faleminderit. Tirana si ishte këtë herë që erdhi? Fantastike. Si gjithmonë. Tirana nuk më zhgënjen. Sa e do Tirana? Sa e do Shqipëria artin, kulturën? Shumë. Sidomos teatri. Teatri ka marrë një zhvillim vërtet. Kinematografia ka mbetur pak mbrapa për arsyet që i njohim, po teatri gjatë javës që ishim në Tiranë, të gjitha sallat e tjera të mundshme ishin të zëna nga shfaqje, domethënë njëkohësisht të njëjtën mbrëmje kishte plot shfaqje në sallat e Tiranës. Anisa, unë të falenderoj shumë për bisedën. Të mirëpres në çdo kohë, të uroj shumë sukses, një frymëzim të pashtershëm që të karakterizon gjithmonë në çdo gjini artistike që kërkon të lëvrosh. Faleminderit. Shumë faleminderit.
Përfundon këtu kjo bisedë e këndshme me Anisa Markarian, shkrimtare. Në këtë linjë zhvilluam gjithë bisedën e ditës sotme, por jam e bindur që mund t'i radisni vetë gjithçka tjetër përfaqëson Anisa Markarian. Ndërkohë, ritransmetimi i emisionit është sot në mbrëmje pas orës 23, nesër në mëngjes gjithashtu. Në rrjetet tona sociale na gjeni për gjithçka tjetër dhe çdo informacion në Facebook, në Instagram, po kështu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, ku është dhe emisioni kjo javë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim të shtunën e ardhshme.